Nërmiq, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në Kjo është koha, erdhi momenti jonë të jemi sërish së bashku me një koncept tjetër të rëndësishëm në fenë islame. Do të flasim për atë që ndoshta më së paku flitet në shoqërinë tonë dhe kryesisht mbi botën bardhë. Do të flasim për turpin. Ndryshe nga shpesh perceptohet turpi si dobësi e njeriut, si mungesë vetvlerësimit dhe vetbesimit, turpin në botkuptimin islam e shohim si një virtyt të lartë dhe e shohim si një shenjë besimi ku njeriu ndërton ura të forta mes tij dhe besimit të tij, mes tij dhe Zotit, po gjithashtu edhe mes shoqërisë. Pra feja islame e ka parë vazhdimisht si një element të rëndësishëm turpin, i cili duhet kultivohet veçanërisht tek brezat e rinj, duke e kthyer shoqërinë në një shoqëri të virtytshme. Dhe me mungesën e saj është një shoqëri sa me mungesë virtytesh, aq edhe me mungesë feje dhe besimi. Për të folur mbi këtë temë, unë sot kam kënaqësinë që të kem Hoxhën nderuar Hoxh Ensar Ismaile. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Hoxh, nëse flasim për turpin, ne gjejmë hadithe thënie pra të profetit Muhammed, i cili e inkurajon besimtarin që të kultivojë turpin. Cila është lidhja midis turpit dhe besimit si ndjenjë? Po. Fillimisht do kisha pas dëshirë të ndalem të kjo që e ceket, që thatë shpesh njerëzit e marrin turpin për dobësi. Po ta shohim, kemi turpin, i cili buron nga besimi, por kemi një lloj turpi që buron ndoshta nga dobësia e njeriut. Për shembull, ndoshta shohim ndonjë nxënës i cili ka turp për me çu dorën në shkollë për me u përgjigjë mësueses. Shohim ndoshta një besimtar i cili falet, por nuk dojnë që shokët e tij më ia ditë kur vjen koha e namazit, ai ndoshta ka turp, më thanë që është koha e namazit. Pra ky është turp që buron nga dobësia, ndërsa ky nuk është turp i lavdëruar, pra. Po, patjetër. Kjo është dobësi reale tash. Patjetër, ndërsa për sa i përket turpit, në Islam ka një vend të rëndësishëm. Shohim shumë hadithe të profetit alayhi salatu selam, shumë histori të ndryshme që e nxisin besimtarin. Profeti alayhi salatu selam thot, Allahu është i turpshëm. Pra marrim nga zdanafilla e Zotit madhnuar është i turpshëm. Pra turpi i cili buron nga rahmeti dhe nga bujaria e tij, jo në turp për shkak të krijesave, por turp që më ia kthy durt mrapsht besimtarit kur i lutet. Pra kjo është ajo madhështia e Allahut azza wa jall, thotë Allah është i turpshëm dhe ka turp që besimtari i cili ia ngre durët duke u lut, më ia kthy mrapsht. Ka duket si vlerë hyjnore në informëri. Po, patjetër. Gjithashtu profeti alayhi salatu selam ishte i turpshëm. Sahabët thoshin ne shifshim atë kur u mërzita, por kur kishte diçka e shifshim në fytyrën e tij, menjëherë u skuqte, pra i zotni alayhi salatu selam. Turpin e shohim si një moral të mirë në fenë islame. Ishte një person i cili po këshillonte vllain e vet. Po i thote që ti nuk duhet të jesh kaq i turpshëm. Turpi aty të ka lanë mrapa, pra të bë pengesë. Dhe profeti alayhi salatu selam kaloi dhe dëgjoi këtë dhe tha da'hu lana atë, sepse me të vërtetë që turpi i gjithë është hajër dhe turpi është për imanit. Lene, pra mos e këshillo ose mos e kritiko vllain tan, sepse turpi është i gjithë i mirë, turpi është për besim. Ndërkohë kemi shumë hadithe të profetit Muhammed alayhis salam, i cili e inkurajon atë që e ka në natyrë turpin e tij, po ndërkohë e kritikon ose këshillon atë i cili ndoshta nuk e ka në natyrë turpin, ndoshta ka paturpsim, po themi cilësitë e tij. Cilat janë disa nga hadithet që profeti alayhis salam i orienton besimtarët, po dhe gjithë njerëzimin që të kultivojë turpin. Po. Një prej haditheve të profetit alayhi salatu selam thot Allahu është i turpshëm dhe e do me e mbulu të keqen ose gabimin. Pra kjo është një prej haditheve. Hadithi tjetër është që thot profeti alayhi salatu selam, kini turp para Allahut me një turp të vërtetë. Ato i thanë sahabët e nderuam, o i dërguari i Zotit, ne turprohemi para Allahut, pra që mos me ranë gjunahe, mos me fol fjalë të këqija. Tha, nuk është kjo që unë kam qëllim. Ruajeni kokën dhe çfarë ka, pra në pjesën e synit, pjesën e logjikës, pjesën e asaj që njeriu pra akumulon në mendjen e tij. Ruajeni barkun dhe çfarë ka në brendsinë e tij, pra pjesën e brendshme të njeriu, me rujt pjesën e moralit, pjesën e anës së tij shpirtërore të brendshme. Kujtojeni tha shpesh vdekjen dhe dhe jeni prej aty në tha që largohen prej asaj luksit të dynjajës. Dhe kush i bën këto 4 gjana, tha ai e ka me të vërtetë turp Zotin azza wa jall. Pra një reformatim i kësaj konceptit të turpit.
Pra turpi është shumë më i gjanë se sa një ndjenjë që ndoshta e mbulon njeriu. Pra turpi është në raport me Allahun Azza wa Jall. Pra njeriu kur e bën një gjuna, pra e çon kokën në qiell dhe thotë që Allahu më shef. Njeriu kur e bën një vepër të keqe, subhanallahu është ajo ndjenja që e ndjek pas e kanë bërë këtë gjuna, e kanë bërë këtë vepër të keqe. Pra kjo është ajo që buron në të gjitha ato aspektet e jetës së besimtarit. Ndërkohë, si e ndihmon ndjenja e turpit një besimtar i cili kur nuk është në sytë e njerëzve, ose edhe kur është, se tashmë situatat ka ndryshuar, pra njerëzit nuk është se po pyesin shumë për opinionin publik, madje ka raste kur thjesht opinioni publik është ai që të nxit që të përfshihesh, po themi, në skandale apo në qëndrime edhe të turpshme, po kjo lidhja vertikale me Zotin, si e frenon njeriu nga gjunahet, nga të ndaluarat, nga mëkatet? Pikërisht, ajo ndjenja që besimtari e din që Zoti e shef në çdo moment, sidomos tani dhe në ditët e agjerimit. Agjerimi ka një vlerë shumë të madhe për vetë këtë fakt, sepse e rrit dhe e ujit me të madhe këtë pjesën e shikimit të Zotit. Pra është një adhurim krejt individual dhe një adhurim privat. Pra din veç ti dhe Allahu Azza wa Jall. Pra e rrit këtë ndjenjen që Zoti po të shef. Në momentin që besimtari jeton me këtë ndjenjë, pra ai do të jetë i turpshëm edhe në vetmi. Sidomos në vetmi është më e kërkuar, sepse shpeshherë në sy të njerëzve ne ndoshta mund të tërprohemi. Po tërprohemi me thënë një fjalë të keqe, tërprohemi ndoshta me sha ose tërprohemi me bë një lloj sjellje të caktuar. Mirë, por në vetmi kush të ndalon? Pra mundesh me pa çfarë ke dëshirë, mundesh me thënë çfarë ke dëshirë. Mirë, por kjo ndjenjë që Zoti të shef në çdo moment është ajo që e pengon besimtarin. Nëse i kthehemi shembujve të lartë, që janë shembujt e sahabëve, po themi ato referencat e besimtarëve edhe në modelin se si e kuptuan fenë e tyre dhe si e jetësuan. I gjejmë njerëz shpesh sa të guximshëm, aq edhe të turpshëm. Pra kanë arritur të bëjmë bashkë këto dy elementë që duket sikur përjashtojnë njëra tjetrën. Çfarë mund themi për brezin e shokëve të profetit Muhamedit? Po, për sa i përket shembujve të sahabëve janë të shumtë. Do të kisha pas dëshirë me dallu Uthmanin. Uthmani është ai koka e aty në besimtarëve ose sahabëve që kanë qenë të turpshëm. Thotë profeti alayhis salam, si mos të kem turp unë për atij që turprohen me lajket para tij. Pra ka qenë shumë i turpshëm. Kur hite Uthmani në mexhlisin e profetit, profeti u rregullote teshat, rregullote qëndrimin, pra u tërprote për Uthmanit radhiyallahu anhu. Kemi një histori shumë të bukur gjithashtu, historinë e atij sahabiut që mori në shtëpinë e tij ato miqt e profetit alayhi salam. Mirë po, ai në shtëpinë e tij nuk kishte ushqim. Pra prej turpit që mos me korrit veten e tij para profetit alayhi salam, turpit që mos me qenë prej atyre që nuk e presin mikun, pra më ka ardhur mikut e dera dhe tani është shumë turp që me kthy mrapsht. E sidomos miku i profetit alayhi salam i vendosi fëmijët e vet me fjet pa ushqim. Në pjatën e tij me bashortën ato tha luje lugën sikur jena duke hangër që dëgjohet ajo zhurma e lugës, dhe ditën e ardhme Allahu Azza wa Jall zbriti ajet kuranor. I tha profeti alayhis salam, tha është habit Allahu me veprën tuaj. Pra ishte s'pa turpi që mos me e korrit profetin, ishte turpi që me respektu mikun e profetit alayhis salam, që ky sahabi pra bani një vepër tillë. Nëse shohim po themi një pjesë të shoqërisë, duket sikur kanë bërë bashkë atë që ndoshta nuk ose s'paku hadithet tregojnë për të kundërtën. Pra profeti alayhis salam thotë se turpi është për besimit. Po. Që thotë e kundërta është gjithashtu e vërtet. Pra paturpësia tregon për mungesën ose të një krizë besimi. Ndërkohë ne gjejmë sot njerëz të cilët mundohen që të kenë praktika islame, po ndërkohë qëndrimet e tyre, po ndoshta edhe veshja e tyre ndonjëherë pas here është tërësisht po themi jo etike, edhe turpshme mund të thoshim, pse jo. Ku është problemi? Është mungesa e besimit, është koncepti i duhur, është mungesa e turpit, pra çfarë duhet kurojmë në këtë situatë? Patjetër, sa më shumë njeriu që zhytet në atë botën e gjunaheve, aq më shumë ndjenja e turpit largohet nga ai. Pra kjo është rregull i shkruar. Sa më shumë njeriu që e bën gjunahin për herë të parë, njihet keq, herën e dytë keq, pastaj fillon të mësohet dhe i bëhet normale. Prandaj profeti alayhis salam çfarë tha? Tha i gjithë ummeti jam është i falun, përveç atyre që e publikojnë gjunahun. Prandaj besimtari i cili kufizohet vetëm në pjesën e adhurimit,
Patjetër që adhurimi e fton besimtarin që edhe në jetën e tij të përditshme me qenë në rregull me të gjitha pjesët e parimeve islame. Pra nëse një namaz nuk të ndalon ty që mos flasësh keq, nëse agjërimi nuk të ndalon ty që thush vepra të këqija apo të merresh me muhabetet që janë të padubishme, atëherë është një adhurim i thatë. E njëjta gjë ndodhe me shoqëninë e cila shpeshherë vjen tek dera e rahmetit të Zotit, vjen tek dera e xhamisë, tek agjërimi, e provojnë imanin, besimin, amelsinë e tij. Mirë po, është e vështirë kjo shkputja prej kësaj që është themeluar shoqënia. Pra shohim shumë prej parimeve shoqënisë janë të ngritura ndoshta mbi lakuriçësi, ndoshta mbi dukje, me ushit më shumë se sa je. Pra kjo në islam besimtari duhet që të jetë e brendshmja e tij, duhet të jetë më e mirë se sa e jashtëmja e tij. Pra nëse e jashtëmja e një besimtari është një njerëz që adhuron Zotin, është një njerëz i cili bën dhikr, falet në xhami, e brendshmja e tij duhet të jetë edhe më e mirë. Pra duhet të jetë për atyre që ndoshta agjërojnë pa ditë familja e tij, jap një sadaka pa ditë njerëzit e tij, pra me bë vepra që e muin atë publiken e tij. Ndërkohë, turpi ka qenë dhe pjesë e duave e lutjeve të profetit Muhammed a.s. Si është lutur ai për turpin, ose si e ka përfshirë turpin në lutjet e tij dhe përmes kësaj si i ka mësuar pasuesit besimtarët që në kërkesat e tyre ndaj Zotit, veçanërisht në ditët e Ramazanit ku duat dhe lutjet pranohen, të përfshin dhe turpin në një prej, po themi, aspiratave dhe ambicieve që kanë. Po, ka një dua të bukur profeti alayhisalatu wasalam i cili thotë: o Zot, kërkoj prej tejet të më dhurosh një lloj friket ndaj tejet ose një lloj devotshmërie që mund të më largojnë prej gjunaheve. Pra të kem një lloj turpi që ty me të bëj gjuna. Pra ka një prej lutjeve të profetit alayhisalatu wasalam dhe është shumë interesante se vetë besimtari kur e ka këtë ndjenjen e turpit edhe para Allahut Azza wa Jall, edhe Allahu turprohet para tij, subhanallah. Një pjesë pikërisht këtë kërkojnë, këtë synojnë që fëmia të mos jetë i turpshëm, sepse ndoshta ashtu është i mbyllur edhe e shohin si zgjuarsi këtë pjesën kur fëmia e shohin fëmijë çapkën, pra i thyen ato rregullat, ato kufit, edhe tregohet pak si më i zgjuar, pak si më i zhvilluar. Ju po thoni që turpi duhet kultivuar te fëmijët dhe e kundërta. Patjetër, ky fëmijë i cili po them mund të jenë pak më çapkën se sa të tjerët, ai ndoshta mundet me vujt në një të ardhmen e tij sepse ai që mësohet duke mos i zbatuar rregullat, ai që mësohet ndoshta me ja marr hakun dikujt, pra kjo nuk është zgjuarsi. Pra zgjuarsia është kur njeriu rritet me ato meritat e tij. Por turpi e zbukuron, pra nëse një fëmijë sot mund të jetë po themi me nota të gjitha 10 ose mund të jetë ekzemplar në shkollën e tij apo në universitet, mirë po nuk e ka edukatën. Ai thet fjalën e keqe më një herë, nuk turprohet për askujt, unë thet s'kam turp, ndoshta konsumon alkool apo konsumon ashtu ushqime të cilat munden mi bë dëm, drogna apo këto që sot janë të hedhura në treg. Pra të gjitha këto kanë mi badam ati në aspektin e tij personal, pra personal fillimisht dhe pastaj patjetër edhe në të ardhmen e tij. Ndërkohë njerëzit e suksesshëm në historinë islame i gjejmë njerëz të cilët kanë qenë të turpshëm dhe jo kundërta. Ndryshe ndodh shpesh me ata që po themi civilizimi aktual, bota moderne i konsideron të suksesshëm. Pra në modernitet të suksesshëm janë ata të cilët shpesh nuk kanë qenë të turpshëm, përmes skandale, përmes vëmendjes që kanë arritur të po themi të tërheqin publikun. Ndërkohë në historinë islame njerëz të mëdhenj i gjejmë të turpshëm. Shpesh njëri sot është midis këtyre dy modeleve, këtyre dy po themi dy frymëzimeve. Si kanë arritur që të bëhen dhe të mëdhenj dhe të turpshëm, po themi dietarët dhe mendimtarët të mëdhenj? Patjetër, kemi për shembull profetin Musa, është për profetëve më të mëdhenj në historinë e profetëve. Ishte shumë i turpshëm, saqë Benu Israilët thonin që Musa alayhis salam ka problem në trupin e tij. Pra aq shumë ai nuk dotet që asnjë pjesë e trupit të tij me u shfaq. Një histori do dal aty ku e nisët ju.
historia e përsëri e Musait alayhis salam kur u largu nga faraoni dhe shkoi në qytetin e Medjenit. Ai shikoi dy motra që kishin nevojë për me mi mbush ujë baktive tyne. Ai shkoi dhe i tha, pra në gjuhën arabe, më lejo ta them arabisht, ma khatbukuma, pra çfarë keni nevojë. Pra ja tha, e pa që kanë diçka nevojë dhe ju drejtu me një gjuhë me respekt. Pra as hini ndoshta në një ai ishte pjesa turpe që mos me kaluat sakun, sepse shohim sot në jetën tonë të përditshme, në ambientet e punës, hinë për muhabete familjare, në muhabete të ndryshme, krijohet një shoqëni ndoshta mes dy gjinive të ndryshme, një shoqëni përtej asaj normales. Pastaj shpesh herë shohim pasoja të divorceve, shohim pasoja të ndoshta tradhtive bashkëtorë, shohim ndoshta pasoja dhe në vetë në familje. Të gjitha këto kanë një lloj zanafillet prej kësaj, mund të fillojnë çdo gjë prej një shikimit, mund të vazhdojnë diçka, toleron ndoshta sot në ndoshta një aspekt, po themi hajt se jemi në punë, hajt se derisa arrin njeriu pastaj në një grad që sheh veten që ka rënë në ndoshta një gjëna apo gjendet në një situatë të vështirë. Dhe pikërisht në historinë e Musait alayhis salam, ai ju mjaftu me këto fjalë dhe i tha, çfarë keni nevojë? Ato i thanë, ne nuk mundemi mi mbush ujë baktive, pa mbush ato barit tjerë. Atëherë i ndihmoi Musai alayhis salam. Allahu azza wa jalla përshkruan këto vajza kur vinë, domethënë pasi shkojnë te baba i tyre, i tregojnë që një njeri na ka ndihmu, ai tha shkothet çoja te hakun që ju ka ndihmu, shpërblimin. Allahu e çunthet, i erdhen ato thet duke ecë me turp. Pra kështu e përshkruan Allahu azza wa jall. Pra turpi tek burri është i bukur, patjetër, por tek femna e zbukuron edhe më shumë. Ju përmendet Musain alayhis salam, i cili pas ka qenë i turpshëm, po ndërkohë ka qenë shumë i guximshëm, pasi ne dimë që ai është përballë me faraonin, po ndërkohë edhe pse ishte i turpshëm, kjo nuk e pengoi që t'i ndihmonte këtyre dy vajzave që pra të ishin të panjohura, ishin të huaja, po arriti të ruajë një komunikim brenda dobishmërisë dhe brenda po themi etikës. Pra ju shërbeu, sepse dikush duke qenë i turpshëm, ndoshta zgjedh që të mos i shërbej njerëzve, duke menduar se ka prej turpit. Dhe këtu kuptojmë atë turpin, po themi pozitiv, të dobishëm, nga i turpi i cili ju përmendëm në fillim nuk të le as të zhvillohesh, po as të ndihmosh të tjerët. Po, patjetër. Njeriu i cili është i dobishëm për të tjerët është më i dobishëm tek Allahu azza wa jall. Prandaj tha profeti alayhis salam, besimtari i fortë është më mirë se i dobti, edhe pse të dy janë besimtarë dhe të dy kanë mirësinë në të, por ai që është i fortë, ai i cili e ndihmoi profetin alayhis salam me pasuni, nuk ishte një lloj, pra ishte Abu Bekri, Omeri, Uthmani, nuk ishte një lloj si një sahabi i nderuar i cili erdhi me ato hurmat dhe tha, o i dërguari i Zotit, duke qa, tha, unë nuk kam diçka më shumë se kaq. Allahu ja pranoi, Allahu e ka regjistruar në Kur'anin famlart, erdhën tha me duke qa se s'kishin ndoshta kafsh për me shku në betejë me profetin alayhis salam. Mirë po, ndihma që vjen prej atij besimtari që ka dobi është më e madhe. Kjo ndjenja e turpit pra duhet të jetë në raport që mos më lan besimtarin me ra në gjuna. Pra kjo është ajo, përderisa ti je në rregull, pra në konform rregulla fetare, parime fetare, pra duke mos e cënuar ato kufit e haramit ose gjunahit, atëherë nuk duhet kjo më na pengu që me kërku dijen, siç thot Aliu radhiyallahu anhu, thot, nëse nuk din, mos të jesh i turpshëm me ndaj ti pa ditun. Siç tha, domethënë një prej dietarëve tha, dy persona nuk mësojnë kurrë. Pra i cili është i turpshëm, ai i cili është më i madh. Pra i cili është i turpshëm, pra thotë mund të jetë po themi një burr 50 vjeç, do thotë s'po hi në leximin e Kuranit, nuk po hi sepse vallallai thotë aty vetëm fëmijë janë. Pra i ka turpin, pra kjo lloj turpit nuk është i pëlqyeshëm. Apo me ndje madhi, në cili thonë të shkaj të ulem xhami me ato persona, të mësoj me ato, apo të mësoj një gjuhë të re, pra i turpi ka me lan të paditën. Pra tha Aliu radhiyallahu anhu, ai i cili pra nuk din, mos ketë turp me kërku dijen, por e kundërta, ai i person i cili nuk din, mos të ketë turp me thënë që nuk di. Sepse sot shohim edhe të kundërtën, pra shumë njerëz flasin gjithçka duke mos ditë asgjë. Pra po ta pyetsh në të gjitha sferat e jetës, pra e ke analist dhe gjitholog. Dhe kjo është ajo që ne duhet me rujt ato kufit ton, mos me fol për gjithçka, mos me dhanë idenë tona apo mendimet tona për gjithçka. Atë që din,
okej, mundesh me e dhanë kur të kërkohet. Atë që nuk e din, mundesh me thanë e nuk e di. Edhe kjo është një histori e bukur me Imam Malikun. Kanë shku dietarët ose janë mbledh shumë njerëz prej Afrikës Veriore kur kanë shku në haxh. Edhe i kanë përgatitur pyetjet për Imam Malikun, i cili ishte në Medinë. 40 pyetje, pra 40 pyetje që ja kanë drejtuar Imam Malikut, të gjitha ai ka thënë nuk di. Ka thënë si ti themi ne, pra ne janë pyetjet kryesore që e kanë shqetësuar shoqëninë në ato vende. Edhe si ti kthehemi ne tek njerëzit tonë dhe ti themi këto nuk i ka ditë Imam Maliku. Tha, më thuajnë nuk i ka ditë, pra nuk i kishte kompleks. Biles ne kemi pa dhe hoxhallarët tonë në qytetin e Medinës ku shpeshherë u pyetën për pyetje të ndryshme, thotë nuk e di. Pra thotë nuk e di shpeshherë. Unë kam pas atë dyshimin që ai patjetër e ka ditë, por shpeshherë kanë dashur me sjellë këtë modestinë ose me e than fjalën nuk e di. Jo se nuk mund thoshte diçka sa për po themi me kalu radhën, po donte të tregonte këtë aspektin tjetër që nuk është turp të thuar që nuk jam kompetenti dhe nuk e zotëroj plotësisht këtë. Po, vërtet. Unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë, për këto këshilla, për këto po themi porosi profetike që i sollet në këtë emision, duke shpresuar që në këtë muaj veçanërisht gjithsesi për nesh ta kultivoj turpin dhe ta përcjellat të veçanërisht tek brezat e ri që janë ndoshta dhe brezi më i tradhuar ose më i kontaminuar me ambientin ku turpi mungon më shumë se kurdo herë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Miq, këtu mbyllim dhe bisedën e sotme, folëm për turpin dhe do veçojmë hadithin e profetit Muhamedit i cili thotë se turpi është prej besimit, çka dhe kundërta është e kuptueshme se një mungesë turpi është një mungesë e thellë, gjithashtu besimi. Hoxha vendosi theksin te fakti që nuk na duhet ai turpi i cili nuk na lë të zhvillojmë dhe të ndihmojmë të tjerët, por na duhet ai turpi i cili na frenon nga bërja e mëkateve, nga marrja e hakut tjetrit dhe nga humbja e dinjitetit të gjithsecilit. Prandaj besimi dhe dinjiteti, besimi dhe turpi janë dy shtyllat të forta që duhet kultivohen veçanërisht në këto ditë dhe në këtë muaj. Faleminderit për vëmendjen, miru takofsh.